Përshëndetje, unë jam Marcela, co-founder e Dental Tourism Albania. Faleminderit prap që jeni sot me ne, ku kam prezente doktoresha Aida Zhupanin. Aida Zhupani është një nga doktoreshat dentiste që po transformon buzëqeshjen në Tiranë. Jam shumë e lumtur që të kam këtu sot doktoresha. Përshëndetje Marcela, shënësi edhe për mua që jam pjesë e podcastit tuaj. Kam shumë pyetje për ju doktoresh. Nuk po di nga t'ja filloj, po si fillim kam shumë dëshirë t'ju prezantoj ju, që t'ju njohin të gjithë pacientët tonë dhe ato që ke trajtuar deri tani t'ju shikojnë prap. I përshëndesim gjithë. Doktoresha Aida, më fol pak për veten, si u bëre dentiste, nga të erdhi dëshira? Të tregoj me sinqert, nuk është se doja që të isha mjeke, dëshira ime është që të bësha avokate. Oh, wow. Baba im gjithmonë insistonte që unë bësha mjeke, dëshira e tij që unë edhe motra ime të vazhdojmë mjekësinë, kështu që unë vazhdova si dentiste të studimin për dentiste. Mirë, e di që është për qeshur, sepse baba im donte të kundërtën me neve, kështu që asnjëherë prindërit nuk i kënaqemi dot. Ideja është në momentin që je adoleshent 18 vjeç, nuk e di se çfarë do. Domethënë je lumtur që e bër dentiste tani. Mendoj se po. Okej. Shumë mirë. Sa kohë? Unë kam 8 vite që punoj si stomatologe. Me shumë pacientë shqiptarë edhe të huaj, kryesisht me të huaj më shumë. Mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur që jam bërë mjeke, sepse kujdesem për pacientët, domethënë ndihem mirë kur ata janë të lumtur, duke qenë se ne japim shërbimin, i ndihmojmë kur kanë një dhimbje, gjithmonë na falenderojnë për punën e mirë që mund kemi bërë, ose i japim zgjidhje një problemi që ata kanë, edhe ata na e kthejnë mbrapsht atë lumturinë, feedback. A i kthejnë me dëshirë apo thjesht ju kam frikë? Jo, jam me dëshirë. Okej. Unë jam një nga ato paciente që kam shumë frikë t'i kete dentisti, flas shumë bukur, kam shumë mjek, shoqe tani nga Dental Tourism Albania, por akoma nuk e marr guximin vet, tule më shpesh atje. Në fakt të gjithë pacientët kanë këtë problem, është e vështirë në fillim që të ulen, por në momentin që fillojnë pastaj, nuk është më problem për ata. Gjithë problemi, frika e pacientëve është sa të ulen tek poltroni dentar. Më pas, nuk është problem, vinë me qejf. Doktoresha vetëm ta barojmë punimin ose të arrijmë rezultatin që ne duam. Je shumë i qetë si tip, më pëlqen, ndoshta kjo e qetëson pacientët. Është dhe me pacientët, unë nuk jam tip emocional, ose që të emocionohem edhe në punë. Rri gjithmonë neutrale, sepse nëse unë emocionohem, ose shfaq shenja emocione dhe pacientët fillojnë friksohen, ose ka diçka që nuk shkon, kështu që gjatë gjithë kohës rri pa emocione. Sa bukur. Po kur nuk din shqip pacientët, doktoresha Aida, si e shpjegon të qetësinë? Ideja është që ne kemi dhe pjesën e stafit, kemi koordinatorët, kemi pjesën tjetër që merren me pacientët që mundojnë që t'i qetësohen. Pastaj jam unë që shikoj, i them rri i qetë, do zgjasi pak, nëse ti ke dhimbje, ne do stopojmë direkt. Mundohemi që pjesën anestezisë ta bëjmë sa më pak traumatike për pacientët. Një nga frikrat më të mëdha të pacientëve është anestezia. Në momentin që ata nuk kanë dhimbje tek pjesa anestezisë, ti fiton besimin tek ata. Komfort pastaj. Po, pastaj janë komfort mund të vërtetë. Shumë bukur. Do vi. Ma përshë mendjen. Klinika juaj është Zeus Dental Clinic. Si lindi ideja e emrit? Jam shumë kurioze. Çfarë do të thënë Zeus? Në fakt, të tregoj me sinqert, ishte ideja ime për shumë arsye. Sepse edhe unë kam tek firma ime kam një zë të madhe, plus Zeus si figurë e madhe mitologjike. Mua më pëlqen shumë historia dhe këto figurat mitologjike, plus edhe ka pak lidhje me bashkëshortin tim kur jemi takuar në fillim. Unë i thash, ti më gjen pak me Zeusin në profil, dhe donim diçka, një emër të shkurtër që të mbajmë, edhe kontrollova komplet, rregullova, nuk ishte asnjë klinik me Zeus, dhe do të vendosim Zeus. Shkurt, pastër dhe qartë, dhe diçka që të ngel në mendje. Është i lumtur ai? Shumë mirë. Jam shumë kurioze të di, çfarë e bën një mjek të mirë? Si diferencohen mjekut nga njëri tjetri? Që të jesh një mjek i mirë, duhet të vendosësh saktë një diagnozë. Këtu mendoj se është ai çelësi midis një mjeku të mirë, vërtet, edhe një më pak të mirë. Nëse vendos një diagnozë të saktë me pacientin, fillon një punë, është fillim i artë, me pak fjalë. Prandaj mjeku duhet të ketë informacion të përgjithshëm si nga implantologjia, ortodonsia dhe gjithë fusha e dentistrisë, sepse nuk e zgjidh problemin vetëm
si ortodont ose si implantolog. Momenti që është i formuar, i jep dhe një diagnozë të saktë pacientit. Në lidhje me pacientët ndërkombëtar, cilat janë trajtimet dentare që kërkohen më shumë nga pacientët e huaj? Jo vetëm nga pacientët e huaj, por edhe nga ata shqiptar. Kërkesa është bërë më e lartë për pjesën e estetikës. Pacientëve intereson më shumë pjesa e estetikës, sesa pjesa e kujdesit të shëndetit. Vinë gjithmonë, unë dua dhëmbët i kem të bardhë, të rregullt, vinë gjithmonë me një foto të premtuar, i dua dhëmbët kështu, i dua si ky, pavarësisht se kushtet nuk janë. Ose janë shumë të rinj që ne mund të bëjmë trajtime të tilla. Dhe normalisht, ne nuk mund të bëjmë trajtime estetike tek një adoleshent ose një pacient që është 18 vjeç. Në fakt, edhe me eksperiencën time këto pacientët e javët. huaj kanë të njëjtat kërkesa, janë të interesuar vetëm për pjesën estetike, që gjithë kohës vinë dhe kërkojnë faseta kompoziti, veneers, crown, kështu këto lloj trajtimesh. Këtë doja të citoja pak sepse në eksperiencën time në Dental Tourism Albania jam duke folur me shumë pacientë, jam duke u munduar të kuptoj kërkesat, kush janë trendet, fiks. Çfarë i shtyn pacientët të vinë në Shqipëri, çfarë kërkojnë, çfarë presin, çfarë që kërkojnë dhe ajo pretendimi se çfarë do arrijnë, janë shumë ndryshe. Dhe shikoj që elementi i dua dhëmbët e bardhë, i dua sa më të bardhë. Kërkesa e parë, i dua të bardhë, dua këtë gjë, dua të vendos veneers, por nuk shohim pjesën tjetër, a i realizohet kjo kërkesë, do cilat janë kriteret që duhet plotësojnë këta pacient për të vendosur veneers. Por duke qenë se marketingu është bërë shumë i fuqishëm për pjesën estetike, veneers, composite bonding, edhe normalisht pacientët ndikohen në kjo pjesë. Në momentin që vinë në klinikë dhe unë i informoj që shikon, nuk mund vendosim veneers ose nuk mund bëjmë faseta sepse ti ke probleme më të theksuara me dhëmbët edhe duhet diçka, një punim më i sigurt dhe më afatgjatë, ose duhet marrësh përsipër riskun që mund të ndodhin fraktura ose dështime të punimit. Dhe normalisht i lejoj pacientët që të zgjedhin, por përfundimisht e vendos unë nëse do bëhet punimi dhe cili punim do bëhet. Të kuptoj. Do të thonë, nëse pacienti kë nguli dua në shumicën e rasteve jo, të tregohem me sinqert. Këto janë raste pak më komplekse, por rastet ku dikush i ka dhëmbët shumë të mira, thjesht nuk i ka aq të bardha, ngjyra e tyre natyrale nuk është aq e bardhë dhe kërkon diçka perfekte. Dhe shkon te composite bonding apo faseta. Sinqerisht më vjen shumë keq kur shoh pacient ose dëgjoj pacient gjatë gjithë kohës që shiko, dua të bëj composite bonding dhe pse dhëmbët e tyre janë pothuajse perfekt. Duan të arrijnë atë maksimumin e estetikës që. Këto gjërat e vogla, këto defektet e vogla e bëjnë shumë të veçantë njeriu. Edhe unë nuk jam shumë për perfekte. Dhe gjithmonë mundojmë shikojmë, mund të bëjmë zbardim nëse ti do diçka më të bardhë dhe mendoj se i ke shumë mirë dhëmbët. Me këtë trendin e composite bonding kam kuptuar që njerëzit mendojnë që nuk i preket dhëmbi fare dhe e kërkojnë me këmbgulje sepse i pëlqen. E kërkojnë sepse është më ekonomike. Mbaron për një ditë trajtimi, për 4 orë përfundon komplet trajtimin, por do të marrim parasysh këta pacientë që mund ndodhin fraktura, mund ndodhin pyletime të gingivave, sepse pavarësisht se ne mundohemi të bëjmë ilustrim maksimal, është e pamundur që të arrijmë 100%. Unë bëj biseda të gjata, sipas këshillave që më jepni ju dhe mjekët të tjerë me të cilët bashkëpunojmë, dhe kur ja kaloj këtë mesazh pacientëve dhe i them, shiko, do të dali bukur për momentin, po do rikthesh. Por do kalon disa kohë dhe do rikthesh përsëri. Për pak muaj, një vit, 2 vit, ti do rikthesh prapë. Dhe disa është përgjigje. Do të thonë që po e bëri punën e mirë që në fillim ka një pacient për jetë. Është do të thonë nuk i mendon fare fakti që do të cënohen dhëmbi sepse mendoj tani që sepse mendojnë diçka të momentit, nuk mendojnë diçka për jetë gjatësi. Shiko, estetika është bukur, vishemi sot, i rregullojmë flokët, dukemi sot për dalë ose ke dasma, i presim dhe të nesërmen, hajtë më, kismet, do i rregullojmë. Unë i them gjithmonë pacientëve që flokët i pret, i lyen edhe të dalin prapë, dhëmbët nuk të dalin më. Kështu që duhet kujdesemi maksimum për ata, sepse vetëm një herë ti jep Zoti. Okej, të vazhdojmë pak në lidhje me turizmin dentar. Normal, kjo është një nga shërbimet që ju e ofroni si klinik dhe së fundmi kemi punuar shumë bashk, kemi pasur shumë pacient lumtur
Dhe Edhe një bashkëpunim shumë i mirë nga të dyja palët, besoj. Thank you. Pacientët kanë qenë gjithmonë shumë pozitiv mbas trajtimeve tek Zeus, kanë referuar familjarët e vet, kanë ardhur prapë dhe kjo më bën që rrugtimi të zgjatet, sepse ideja e Dental Tourism Albania është që të mos të zgjedh unë, nuk kam unë doktor favorite, mua më pëlqejnë gjithë. E zgjedhin pacientët mbas eksperiencës vet, absolutisht. Dhe është shumë e rëndësishme bashkëpunimi jon në lidhje me çfarë keni arritur, ku trajnoheni, domethënë çdo gjë që ju arrini si klinik, ju si mjek, ne i reklamojmë akoma më shumë dhe i japim më shumë njohuri pacientit. Dhe sot është fiks oportuniteti ku pacientët mund ta shohin dhe doktoresha Aidën, për cilën unë kam folur shpesh herë me ta, po sot të shikojnë kush është doktoresha Aida. Në lidhje me pacientët ndërkombëtar, i ndihmoni të krijojmë paketa, sepse shpesh herë ato vinë me idenë që jam me pushime, jam po bëj të dhëmbët. Por shpesh herë kemi pacientë që vinë me plan, thonë kam nevojë për këtë trajtim, si funksionon, si e menaxhoni, domethënë, nga kontakti i parë i pacientit deri në momentin e ardhjes. Ne bëjmë paketa të përfshira me kosto totale, ku përfshihet bileti e udhëtimit, taksia nga aeroporti deri te klinika, akomodimi në hotel, ose Airbnb, varet se çfarë zgjedh pacienti, trajtimi që ai merr, gjithashtu kthimi përsëri në aeroport, etc. Çdo gjë para. Gjithashtu i bëjmë edhe një guid të vogël, duke marrë parasysh edhe kohën që do kemi në dispozicion, por që mundohemi që mos të jetë boring e mërzitshme pjesa që do vinë vetëm për dhëmbët edhe kaq. Plus që janë turistë, pacientë që vinë për herë të parë edhe nuk e njohin mirë Shqipërinë, kanë edhe pak frikë në fillim, por pastaj kur kalojnë disa ditë thonë, "Okej, na pëlqen shumë Tirana, është vend shumë i qetë, njerëzit janë shumë pozitiv." Nuk është vend që mund të vjedhin, po them, ose po të intimidohen, ose të ndodhi diçka e pakëndshme për ata. Janë shumë qetë dhe do kthehemi përsëri. Ose marrim komente të tipit, nuk e besoja që do më pëlqente kaq shumë këtu. Do rikthehem përsëri, me këtë rast po marr edhe një shoqe dhe po vim bashkë. Akoma shumë bukur, perfekt, ë? Duke qenë se punimet janë goxha të shpejta dhe koha është goxha e reduktuar për ne, nëse pacienti ka një problem, edhe nëse problemi është shkaktuar nga ta, ne normalisht i mbulojmë pjesën dentare, që e paguon klinika, dhe shumë herë ne i mbulojmë dhe komplet pjesën e udhëtimit, transportit, akomodimit. Nëse problemi është nga klinika, sepse ne mbajmë garanci për çdo punim. Ideja është që mund të gjithë jemi njerëz dhe gabime bëjmë. Ideja është si mund të zgjidhim këto probleme dhe pacienti të jetë i lumtur. Perfekte, shumë bukur. Kush do ishte një nga kërkesat më të çuditshme që të ka ardhur ndonjëherë nga pacientët? Kërkesa më e çuditshme që më ka ardhur disa herë në klinikë janë pacientët tipit kryesisht meshkuj, që nuk duan të bëjnë mbushje, nuk duan të forcojnë dhëmbët dhe mendojnë doktoresha do t'i heqë të gjithë dhëmbët dhe do t'i zëvendësoj me implante. Dhe mendojnë sikur implantet janë të përjetshme dhe nuk duan kujdes. Absolutisht, implantet duan akoma një higienë më të mirë se sa dhëmbët natyral, do t'jesh më i kujdesshëm, nuk duhet konsumosh duhan, etc. Dhe shumë lista e gjatë. Shumë mirë. Doktoresha, i pranoni kritikat? Absolutisht, po. Njerëzit duhet mësojnë nga kritika. Por pranoj kritika nga kolegët e mi që janë profesionistë, dhe nga pacientët e mi, por nga pacientët që paguajnë. Jo nga ata që nuk paguajnë. Nuk i pranoj kritikat. Vetëm me për fjalë. Okej, shumë bukur. Rrugtimi jote, eksperienca jote në turizmin dentar, e di normal, është e lodhshme, është një punë që shumica në kohës duhet ta bësh vetë, nga A-ja deri tek Z-ja. Duhet ta bëj vetë që të arrij sukses, që të kem sukses tek pacientët. Duhet të jam gjatë gjithë kohës në klinikë me pacientët, nuk e neglizhoj pjesën që bëj disa punime dhe të lë pjesës tjetër të stafit. Në momentin që unë filloj punën, jam deri në orët e vona derisa pacienti fundit të mbyllë. Dhe kjo mendoj se është një nga sukseset e mia.
Love it. Dhe kjo është ndoshta një nga arsyet që pacientët janë të lumtur të vinë prapë. Absolutisht. Por në rekomandim të klinikave të tjera që do ta bëjnë, ja vlen kjo lodhja, që ka kënaqësinë në fund të ditës. Mendoj se po. Ja vlen sepse plus është një investim goxha i madh, të paktën për mua ose edhe për disa tjerë që janë dentistë të rinj, që duan të ecin, por do kohën e vet. Nuk mund pritet që ti të fillosh një turizëm dentar, gjithsesi cili nga kushtet e veta, por unë po flas për atë që unë kam përjetuar, nuk mund pritet që të fillojmë sot me turizëm dentar dhe të presim një bum pacientësh. Ka konkurrencë shumë të lartë, po hapen çdo ditë shumë klinika, por gjithsecili me atë mënyrën e vet të bëj diferencën. Që do thotë që tek sjellja e mirë, mënyra se si menaxhon pacientët, unë mundojmë që të jemi sa më friendly dhe stafi me pacientët, jemi sa më shoqëror, i përgjigjemi gjithmonë, jo të dielën të mbyllim celularin dhe ata kanë një problem dhe mos t'i përgjigjem. Jemi non-stop për pacientët, me gatishmëri. Këtu vjen në ndihmë Dental Tourism Albania, doktoresha, Absolutisht që na bën platforma vetvetiu në feedbackun apo në çfarë ato pacientët flasin për doktorët, për eksperiencat, për rezultatet, duke i shënuar të gjitha vetvetiu klinikat dhe mjekët më të mirë do ecin më përpara, do përzgjidhen më shumë dhe por që është një punë shumë e lodhshme. Në qoftë se vendos qëllim, po ti mund të arrish atje kudo. Në qoftë se demoralizohesh, unë nuk jam për që mjekët të demoralizohen, çdo gjë do ka anën e vet. Ka lodhjen, ka stresin, ka pjesën që ti po punon edhe nuk po merr asnjë benefit. Por merr eksperiencën edhe sikur ai nuk mos jetë monetar, por është eksperjenca. Çdo pacient është një eksperiencë. Çdo bashkëpunim është një eksperiencë. Kështu që ka anën pozitive. Janë dy pacientë njësoj. Absolutisht, nuk janë dy pacientë njësoj. Meqenëse po flasim për pacientët, nëse do vija në klinikë dhe të pyesja pacientët tuaj, mbrapa krave tuaj, jo përballë. Çfarë do thoshin për ty? Po, tash e theme, bëjmë pak tash e theme për doktorin Shahidën. Mendoj është individuale, sepse varet nga eksperjenca çdo pacienti. Unë me pacientët nuk flas shumë. Mundohem që të jem pak rezervuar sepse nuk më lejon edhe puna këtë gjë, sepse pacienti është me gojën hapur. Plus që unë kam fokusin dhe është një parim im. Mjeku ose do flasi shumë, ose do punoj shumë. Nuk i bën do të dyja. Sepse do çaloj tek njëra. Nëse fillon flet shumë, pastaj do çaloj tek puna, se do harroj çfarë kishte për të bërë pacientin dhe planin e trajtimit. Por pacientët më thonë gjithmonë që doktoresha ti jep shumë besim, edhe unë jam shumë e prerë me pacientët, gjithmonë shiko, ke këtë mundësi zgjidh dhe unë do mundohem që të bëj më të mirën për ty të mundshme. Unë do jap maksimumin, pastaj se çfarë ndodh është fati jot. Dhe pacientët e pëlqejnë shumë, gjithmonë, okay, doktoresha më dhe shumë besim për shembull, ose kisha shumë kohë që po mendoja të bëja dhëmbët edhe, okay, pa mbushje mundin që duhet i bëj. Po ndonjë që ta ka frikën apo s'kam pas guxim ta thënë akoma? Po, është vetëm burri im. Vetëm ai ma ka frikën. Si ka bë dhëmbët akoma besoj? Jo, i kam bërë, kemi trajtuar. Prandaj ka frikë. Bravo. Doktoresha, kam përgatitur disa mite deri diku përqeshur në fushën e stomatologjisë. Dhe të doja që të tregoje, a janë vërteta apo kush është alternativa? Atëherë, e para është, nëse nuk të dhem, pa është në rregull, flasim për dhëmbin, ë? Jo. Sepse unë i them diçka pacientëve, mos prit që të dhëmbi, sepse në momentin që të dhëm do thotë që gjërat janë bërë më serioze. Sa më fort ti lash, aq më pas ta bëhen dhëmbët. Jo. Sepse në momentin që i fuqon fort, ti fillon dhe i gurin sipërfaqen e dhëmbëve dhe dhëmbët bëhen sensitiv. Dhe fillojnë pastaj duhen mbushur, fillon i rriton gingiva. Kështu që duhet jetë diçka normale. Sa duhet zgjasë procesi? Unë nuk mendoj që ka një kohë caktuar. Shpesh lexoj 2 minuta ose gjëra të tipit që jo duhen fuquar kështu ashtu. E rëndësishme është që të qenë pllaka bakteriare. Çfarë funksionon për të? Si fuqon është pjesë tjetër pastaj. Tani kjo do jetë jashtë parimeve tuaja, sepse kur kemi qenë të vegjël, ndoshta edhe ty ta ka bërë babi, po nena i kishim dhëmbët e qumshit me fije. Po, është edhe dhëmbët e qumshit thoshin, s'ka problem, hajde, dem i heqim se dalim prapë. Kryesisht i kanë hequr disa vite më përpara. Dhe unë kam një eksperiencë të keqe. Traumatike, të dera. Ose duke i hequr prindrit dhe duke qenë se dhëmbët i qenë para koha, sepse mjeku e vendos kur duhen hequr. Pavarësisht se një dhëmbë mund të lëvizë, nuk do të thotë që është koha e përshtatshme e heqjes për atë dhëmbë, kështu që
Presim kohën e duhur. Nëse i lan dhëmbët 2 herë në ditë, nuk ke nevojë për mbushje, i ke xiz. Nuk ka lidhje kjo pjesë, ti lan i fuqon dhëmbët për të parandaluar prishjet e tyre, por ndikojnë dhe faktorë të tjerë që mund jenë genetika, sëmundje që mund të kesh pasur, dhe shumë faktorë. Po pasta zbardhuse, nëse i bën, ku diun, ndoshta nëse përdor pasta zbardhuse, ti zbardhon ja 10 herë më shumë se ç'ke, apo Në fakt, 10 nuanca të më të tregoj me sinqert, nuk i rekomandoj pastat me efekt zbardhues, sepse përveç se egzagerohet fuqimi me pacientët e egzagerojnë fuqimin me pastat zbardhuese, sepse mendojnë duke i larë shumë me pastë zbardhuese të mundojnë më parë. Përveç kësaj fillon efekti i kundërt, fillon efekti gryes, smalti dëmtohet nga pastat me efekt zbardhues, kështu që nuk i rekomandoj që të përdoren. Doktoresha, sa më shumë pas dëmbësh, aq më mirë. Absolutisht jo. Për fëmijët e vegjël, për fëmijët rekomandohet sa më pak pastje të mundshme, thjesht që t'i ndihmojë ata që të fuqojnë dëmbët dhe të kenë shije të këndshme në gojë. Kurse për të rriturit do rekomandoja jo si tek reklamat që bëhen që mbushet plot me pastë. Do pak fare edhe pastë. Pak, edhe dali. Kur dëgjoj pacientë, doktoresha, unë mbaroj një pastë për 15 ditë ose një muaj. Nuk bën sens. Edhe sikur ti fuqosh dëmbët 3 herë në ditë, nuk do shumë pastë, do pak pastë, sepse pastat kanë sapun, kanë përbërës të tjerë që nuk janë shumë të ndihmojnë shumë për fuqimin e dëmbëve, por nuk janë të mirë për shëndetin. Të kafshosh akull nuk të bën dëm. Të kafshosh akull, ushqimet në ekstrem, i them gjithmonë pacientëve, ushqimet në ekstrem të tipit të shumë të ftohta dhe shumë të nxehta, është dhe një shprehje ose më përpara, mos ha ushqime të nxehta dhe të pish ujë direkt të ftohtë se nuk është mirë për dëmbët, dhe është e vërtet kjo. Fillojnë të krijojnë të krisur atë sipërfaqes së dëmbit dhe dëmbët bëhen më sensitiv me kalimin e kohës. Një nga më të pëlqyerat e mia, po të pastrosh gurzat, a zvoglohen dëmbët? Në fakt, me thënë të drejtën, e kam dëgjuar nga pacientët e mi, pastrimi i gurzave, doktoresha mos më dëmton pastrimi i gurzave dhëmbët ose më heq sipërfaqen e dhëmbit, nuk ka lidhje me këtë. Materialet që përdoren e vetë për të hequr pjesën e gurzave dhe të cipave nuk dëmtojnë sipërfaqen e dhëmbit, në momentin që përdoren nga profesionistë në mënyrën e duhur. Në qoftë se s'të ka dalë dëmballa e pjekurisë, nuk je rritur? Nuk ka lidhje me këtë. Po mirë, po nëse të ka dalë dhe heq. Sepse nuk të dalin asnjëherë, mund të dalin shumë herët, ose mund të dalin në pozicione jo të favorshme që duhet t'i heqë. Pse quhet dëmballa e pjekurisë, pra do të s'ka lidhje fare me? Ndoshta nga që del e fundit edhe ka marrë këtë emër. Dentistët të gjykojnë për dhëmbët e këqij. Gjithmonë është ajo ideja që kur shkon te mjeku, fillojnë. Në fakt, të them të vërtetën, kur më vjen pacient në klinikë, më thonë, doktoresha, të lutem sepse nuk i kam dhëmbët e mirë, ti do traumatizohesh kur ti shikosh, dhe unë i them që nëse do i kishe dhëmbët e mirë nuk do vije këtu. Prandaj ke ardhur që i ke të keq do të rregullohesh. Do të ke ardhur për diçka, nuk është se ke ardhur se s'ke asgjë. Kështu që mos e vrit mendjen, i them gjithmonë. E rëndësishme është të rregullojmë. Doktoresha Aida, faleminderit shumë që të kisha sot në podcastin tim. E di që kemi dhe një podcast tjetër të radhës me doktoresha Aidën, kur do flasim më shumë për ekspertizën e saj në ortodonci. Do ju ftoj të ndiqni sa më shumë për gjithë ata të interesuar që duan të mësojnë më shumë për drejtimin e dhëmbëve. Doktoresha Aida do ketë gjithë përgjigjet për ju. Për sot të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. U kënaqja shumë që të kisha këtu. Pafshim. Bye bye. Thank you everyone for joining us on today's podcast. Stay tuned for more and don't forget to follow us on our socials.